Je një mami e lumtur? Po, jam shumë mami lumtur, jam shumë mirënjohëse, më shumë se sa e lumtur, se lumturia është diçka më, po jam shumë mirënjohëse dhe mendoj që kjo mirënjohja që ke në zemër të bën gjithmonë dhe më të lumtur. Dhe nuk më duket e drejtë që të kërkoj më shumë në kuptimin e kënaqësisë që kam nga marrëdhënia ime me fëmijët. Hej mama, sot jam me mami Anuela Ristanin. Ka 2 fëmijë. Po janë në adoleshencë tashmë, apo jo? Vajza po. Djalë ende i vogël është. Sa është? 8 vjeç. Për një vit shkon në adoleshencë. Kështu ka filluar tani. Jemi në adoleshencë të hershme 9 vjeç dhe pastaj e vijon. Aty fillojnë thënë që shtohen edhe më shumë hallet. Megjithatë, pra, duke qenë se ti je në këtë moshë me fëmijët e tu, po ti rikthehesh kohës pas ditëve të para apo shtatzanisë, ke ruajtur shumë kujtime Anuela, po? Ke ruajtur shumë kujtime? Nuk e di ku iku koha, se mendoj gjithkohës me vajzën, me bibin, kam dhirë shumë kohë pasi lindi, isha shumë e re, dhe mora gjithë kohën e mundshme. Dhe mbajmën që i lexoja librin që lexoja vetë, më kishin thënë që duhet të dëgjoj zërin e tjerë, e ja lexoja edhe asaj. E lexoj me zë të lartë. Po, me zë të lartë, çdo libër që lexoja. Dhe në atë periudhë mbajmën që kam qenë duke lexuar Idiotin. Që dhe kur i rritur, domethënë nuk është libër i thjeshtë për të lexuar, shumë i rëndë. Dhe vinte im shoq në shtëpi në darkë dhe më dëgjonte, hapte derën dhe më dëgjonte unë që i lexoja Idiotin, më shifte. Po të gjykon. Libri gabuar. Se kishte ato sy të hapura dhe nuk bënte asnjë argim, vetëm rinte kështu me fytyrë gjykuese, domethënë që çfarë po lexon kjo. Po kemi kaluar një kohë shumë të bukur bashkë të dyja, kemi ndenjur thuajse 8 muaj. Ekskluzivisht bashkë. Dhe pastaj unë thjesht nga që ndrova punë, fillova punë, se s'kisha ndërmend që të kisha një nxitim të madh. Po, isha vetëm 25 vjeç, Ishte shumë e re, vendose shumë e re të bëhesh e mami. Ishte me dëshirë? Po, patjetër që ishte me dëshirë, po domethënë kur e gjen shpejt dashurinë, edhe nuk e kështu në mendim të dytë. Nuk është se kishim një plan fiks. Sa vitet kishit ju në bashortin para se të vinte kishim më shumë se sa 5-7 vjet bashkë. E kuptoj. Kështu që të rinj fare. Të rinj, po, të rinj po me shumë qef. Na u duk një gjë shumë. Plus ajo ishte edhe fëmia i parë i gjithë shoqërisë, kështu që kalonte dorë me dorë, shkonin për piknik, e mbanin të gjithë. Pra ti nuk ishe dikë me këtë flisje dhe të ndaj eksperiencën aso kohë. Diles njihet si mamaja e parë e shoqërisë, njihet si një kështu figurë në konceptin social të një personi të ndryshëm. Edhe sepse është dashur të kapi të mbaj ritmin e qefit edhe të asaj situatës pa përgjegjësi që kishin të tjerët që e rrethonin, bashkëmoshatarët, po nga ana tjetër ka këtë individin e ri për cilin duhet kujdeset edhe për cilin është 100% përgjegjëse. E merri kudo me vete më pas? Patjetër. Në çdo vend ka qenë me ne, biles ne kemi dhe lëvizur kështu kontinent bashkë me të, kur ishte fare e vogël, dhe çdo gjë kemi përpara, çdo gjë. Ka pas një etapë të vështirë për ty në pjesën e gjumit apo në gjithëdhënie apo në përshtatje? Vajza ime, për ata që njohin, është fëmia më i mbar në univers, dhe unë ja tregoj të gjithëve kështu me fat. Kam qelluar me shumë fat, mbase sepse ke parasysh ndonjëherë universi të jep gjërat sipas aftësisë që ke në atë moment. Dhe unë kam qenë shumë e re për të pas një periudhë ose për të pasur situatë të vështira, isha e papërgatitur. Kështu që më solli një fëmijë që ka fjetur vet 6 orë që natën e parë në shtëpi. Domethënë që kur ja them njerëzve hapin syt, unë u tremba biles, thash që nuk pa morë doktorin për shembull ta pyesja, duhet ta zgjoj unë këtë apo jo? Po, e pyeta dhe më tha, sa do që të fle vet, çohet vet, mos u streso fare. Duhet ta riorganizoje jetën ti kur erdhi? Po, patjetër, në gjitha kuptimet, se kur je 25 vjeç, domethënë stresi më i madh që ke është ku do shkojmë të fundjavë apo ta argëtosh. Po. Kurse kur ajo erdhi, pastaj na u desh ta riorganizojmë gjithë gjë në funksion të saj. Domethënë pavarësisht qefit ton, ishte që po fundjava është se duhet të shkojmë në një vend që i përshtatet, një vend që plus në atë periudhë
që se mba mund Tiranën e atyre viteve, nuk e qenë shumë miqësore me fëmijët. Fëmijët, e drejtë. Do me thënë, ti nuk mund shkoj të pije një kafe, sepse të gjithë pinin duhan brënda. O zot. Kështu që periudha e dimrit ishte shumë sfiduese, në momentin që binte shi, nuk dilet nga shtëpia. Do me thënë, ishte shumë e lidhur me pjesën atmosferike jashtë, sepse për ndryshe nuk kishe asnjë dëfrim tjetër. Dhe hapësirat nuk ishin me karrocë, që shumë e vështirë të shkojë gjithandej. Dhe meqenëse përmendë djalin edhe përmendë këtë diferencën që ka pasur në kohë edhe për metodat që ndiqeshin. A ke pishmane të janë lësua që sikur ti kisha unë këto metoda aso kohë dhe ti kisha përshtatur në mënyrën time? Ka shumë gjëra. Ka ndalë shumë gjëra. Shumë gjëra, po, ka shumë gjëra. Po edhe çfarë shoqëria të induktonte në kohë të ndryshme ka qenë ndryshme. Pra në periudhën kur unë kam rritur vajzën, mendimi dominant ishte ai që prindi do të jetë aty për çdo gjë. Ishte ajo koncepti i këtyre prindërve parashut, domethënë që në çdo helikopter, nuk e di si është helicopter parenting, që ti do të jesh aty për çdo gjë, nuk duhet ta mërzisësh, duhet të dhe mendoj që në një farë mënyre fëmijët e atij brezi kanë qenë më të paaft në aftësi motorike apo në aftësi të duruarit të mjediseve të jashtme, mund të ketë qenë mjedisi dhe më i rrezikshëm dhe më jo i adaptuar me fëmijët. Kurse me djalin ose të paktën me fëmijën e dytë, je dhe më i relaksuar, dhe lë dhe vetë që ta gjej një zgjidhje. Për shembull, këtë shprehjen që kur të kërkon ndihmë, në qoftë se vajza kërkon të ndihmë dhe unë jepja një zgjidhje, me djalin po ti si mendon që zgjidhet kjo? Domethënë po më kërkon ndihmë, po ti si e ke menduar? Dhe si ka ndikuar në karakterin e të secilit? Janë të dy absolutisht ndryshëm. Ne gjithmonë themi me njëri tjetrin që kemi rritur dy fëmijë të vetëm, sepse asnjëri, domethënë e para njëri kanë pasur shumë distancë, e dyta ne jemi të njëjtët njerëz, po nuk kemi të njëjtët prindër. Pra nuk kemi qenë të njëjtët prindër me vajzën si me djalin. Përveç fazave të ndryshme të jetës, edhe moshës dhe përvojës, dhe qasja me ta ka qenë ndryshme. Me djalin ka qenë shumë e relaksuar, edhe shumë pak, pra vëmendja ka qenë shumë intensive dhe koha që kemi shpenzuar ka qenë më e vogël në krahasim se me vajzën, dhe mënyra dhe qasja me të ka qenë komplet e ndryshme, mendoj. Po ndërkohë keni funksionuar gjithmonë në çift, gjithmonë, nuk keni pasur ndësi. Pra kjo ka qenë konstante, dhe fëmijët tanë në çdo fazë të rritjes së tyre, kur dikush i pyeste, thonin gjithmonë nuk e ndanin asnjëherë mami dhe babi, mami dhe babi. Me djalin ai ka tendencën të jetë më i lidhur me tjatin dhe thotë gjithmonë shiko. Të dy ju dua, po papi është çik si i pari. Vetëm ai e thot në shumë soft. Pse mendon që e ka këtë? Se zakonisht çunat janë. Po, shumë e vërtetë, në rastin tonë nuk është ashtu. Nuk e di mbase prezenca, mbase i pëlqen karakterialisht më shumë. Ka shumë efekte. Mua më merr edhe për të mirë qenë, se unë i them shumë herë të dua. Kjo mosha tani që fillon edhe kalon. E ka pasur gjithmonë, se gjithë shumë thonë që kjo mosha që është më e ka pasur gjithmonë, po nuk e ka shprehur me kaq sinqeritet, ose se ka kuptuar tamam se si. Kurse në të gjitha fazat kanë qenë gjithmonë, çfarë thoshte mami ishte absolutisht pa diskutuar që thoshte edhe babi, edhe ana sjelltas. Po me pjesën e uturakut, se keni bërë, si keni hequr, i mban mend si periudha, sepse edhe harrohen, fillojnë dhe harrohen, thua shqyre hoqëm, edhe ta nuk dua ta kujtoj më që ka qenë me Pelena. Unë nuk kam bërë një disiplinë shumë të veçantë, mendoj që thjesht të dy ka ardhur faza që e kishin të nevojshme dhe nuk ka qenë një proces, nuk ka qenë një proces. Kur erdhi? Po mendoj që të dy kishin kaluar të dy vjeç, po. Te të dy ka qenë e tillë, dhe ka qenë ajo periudha e verës që ka qenë më e kollajshme, komunikonin, domethënë rrinin ta artikulonin. E di që shumë shoqet mia munduar ta bëjnë shumë herët dhe e kanë bërë me shumë sukses fare herët. Me thënë të drejtën nuk ja kam vënë vetes kursi objektiv që ishte kaq e rëndësishme për mua sa të do mësoj ta bëj. Po, domethënë ka ardhur një gjë komplet e natyrshme dhe nuk ka pasur asnjë sfidë në momentin kur ka ardhur, kështu që as unë nuk di të kem thënë për shkakun që kjo është metoda ime apo ajo është metoda e dikujt tjetër. E kam dëgjuar këtë teorinë që e bëj shumë herët dhe disa me shumë durim, disa me më pak durim, disa e kanë arritur me shumë sukses. Ndonjëherë kjo ndikon edhe për keq, në frustrimin e fëmijëve në atë moment, bebeve, se janë akoma fëmijë të vegjël, le të themi
s'po them bebe, okay, se kanë kaluar atë 1 vjeçarin, po prap, do të thënë të menaxhojnë ato emocionet e tyre, në ato momente dhe të fillojnë të thrasin që tani më erdhi, duhet ikim me vrapet dhe ndërpresin lojën, atë Se di, unë personalisht nuk e kam pasur, si me thënë, hierarkinë e gjërave që duhet i mësoj fëmijëve si gjëra më e rëndësishme. Por mendoj dhe nuk gjykoj fare si të keqen nëse arrin dikush ta bëjë më herët. Mbase fëmijët e mi s'ka qenë kaq të aftë ta bëjnë herët. Dhe ka fëmijë që e marrin mesazhet më kollaj. Keni pasur incidente? Po jo, absolutisht. Që prandaj po them që në momentin që erdhi, pra ka qenë shumë e natyrshme edhe natën, as një nga këto gjërat që do të thënë të bënte të bëja unë një hap mbrapa. Megjithatë ke qenë okay, ke mbajtur gjatë apo ke pasur ke qenë detyruar të Albia? Kam qenë vogël, kam qenë më kollaj. Po. Pastaj me djalin isha më rritur, fillova punën shumë herët, kështu që mundohesha që domethënë ta vazhdoja, po ishte më e vështirë. Me të shtrydhme, me shishe, me gjitha të gjërat e tjera, plus edhe kur shkoja në udhëtim, mundoja ta ruaja, bëja sherr në aeroporte, që mos nikte kot, edhe gjithë këto gjëra tjetër. Por jam përpjekur të paktën, domethënë diku te muaji i 8 i 9 ta mbash deri patjetër, deri në pasur një vit të plot. Djali do të vinte relativisht vonë në dallim me vajzën. Shumë vonë. Si e ke bërë me kaq diferencë? Kemi qenë në lëvizje në periudhën kur ajo u bë e rritur mjaftueshëm sa për një fëmijë tjetër, ne sapo kishim lëvizur nga Shqipëria dhe thash ishim vetëm, kishim gjëra që nuk kishim në kushtet që të kujdeseshim ne për një fëmijë tjetër. Unë vazhdoja studimet e mia, të postgraduate, domethënë që ishin më mbrapa, pasi kisha punuar, të dy ishim në punë, si me thënë full time, kështu që ishte shumë e vështirë që të shtonim dhe një bebe këtij ekuacionit. Dhe pastaj kur u rikthyem në Shqipëri, ju kthyem prapë temës së fëmijës së dytë, edhe ndërkohë kishin kaluar shumë vite. Si po ta të temën e fëmijës së dytë. Shikoj, gjithmonë ishte në konsiderat. Po duhet të ishim asnjëherë nuk e gati, as për të parën, as për dytën, as për tretin, as për këdo, domethënë. Por mendoj që ishte thjesht ishte momenti që kishte ardhur koha. Ne mendonim në fakt që Sibeli do mërzitej shumë, sepse ishte fëmijë vetëm, ishte mësuar vetëm me ne të dy, çdo gjë ndanim bashkë, kishim kështu skuadër. Dhe kur ja dham lajmin që shiko kem për të thënë diçka, pa ja thënë ende, ajo sikur e ndinte dhe tha me një entuziazëm që na habiti, se ndërkohë gjithë bisedat që kishin bërë deri në atë pikë ishte që jo, nuk dua motra vëlla. Nuk donte. Jo, absolutisht. Por momentin që ne tham kemi për të thënë një lajm, e tha me entuziazëm që pas ke dash atëherë, po thjesht nuk na e shprehur. Dhe do të motra vëlla. Nuk i interesante fare, se si, domethënë dhe s'ka qenë kur në çështje kjo, që është motra apo vëlla, është vëlla apo motër, djalë apo vajzë, por ka qenë shumë entuziaste për gjërat e vërtetës në fillim fare. Pastaj patjetër kur fillon dhe ulet vëmendja ose ndahet në dysh, ne fillojnë ato pakënaqësitë e para, edhe se si do të menaxhosh vet, të pyet dhe thua bëj si duash, si lopër. Patën ndihmonte në ato fillime me djalin? Ja, po dhe unë nuk mendoj që kam kërkuar ndihmë në atë kuptim. Tani, për vërtetës më ndihmon së tepërmi, sepse është e rritur edhe ka shumë durim apo ka shumë dëshirë ta ndihmoj në pjesën e mësimeve, apo ta disiplinoj, apo ndonjëherë për shkakun që na duhet që ta lëm ta ketë në kujdes kur kemi të dy punë dhe nuk ndodhemi në shtëpi. Kështu që po tani flasim për një fëmijë, flasim për një vajzë të rritur, thuajse 18 vjeç. Ke pasur raste ti kur të dëgjoj, kujdes, mos më bëj mami dytë. Jo, përkundrazi, ajo i ruhet gjithmonë që shiko se unë nuk jam mami këtij. E thot vetë. Kështu që nuk do të mos më kërkoj gjëra që janë përgjegjësia jote. Ti edukoje, unë do ta shoh për të parë që s'ka një rrezik, po
ti e ke përgjegjësi, nuk e kam unë. Dole shpejt në punë me djalin. Edhe besoj edhe Gjasha Xhanis ke qëndruar deri në ditën e fundit në punë. E mbaj më shumë mirë ditën e fundit bilet sepse nuk e di se më kishte hyrë një zell për të rregulluar gjëra. E ke parasysh që tavolina ndonjëherë mbushet me shumë dokumenta, me shumë gjëra, dhe një herë në kaq kohë ti e sistemon. Unë nuk e dija fare sepse ai erdhi më herët se ç'ishte planifikuar, dhe nuk e dija fare që ditën tjetër s'do kthehesha në punë dot. Kështu që po mbyllja për ditën, ishte ora 9 e darkës, 9:30, ka qenë diçka e tillë. Dhe e pash veten që kisha sistemuar çdo gjë, thash, ç'ne unë që u kujtova ta rregulloja. Ndërkohë shkova në shtëpi, biles dolim, ishte shumë vap, ishte gusht, dolim bëjmë shëtitje, ke parasysh ato shëtitjet e muajve të fundit që të bëjnë mirë etj. Dhe pastaj në 2 natë shkova në spital. Pa paralajmërim, pa asnjë shenjë paraprake. Dhe kam qenë duke shkruar emailë gjithkohës, ndërkohë që prisnim orën apo avancimin e procesit. Nuk jam shkëputur asnjëherë nga ajo. Po pse vendose të kthehesh shpejt në punë? Shiko, unë isha në një situatë shumë të vështirë për të shkëputur afatgjatë, sepse ne atëherë sapo kishim marrë detyrën në Bashkinë e Tiranës. Domethënë ishte rreth një viti i parë diçka e tillë. Unë isha drejtoresh e kabinetit dhe për ata që nuk e din, drejtori i kabinetit është një vend as pak me lavdi, po ku përplaset çdo gjë. Kështu që ishte shumë e vështirë që të delegoheshin gjëra për afatgjat. Pra, për një periudhë disa javore po jo më shumë se aq, që të vazhdonte puna edhe të bëri ti ndonjëherë të dyshoje nëse duhet Alia apo jo atë punë. Po, nuk është çështja tek puna në vetvete, domethënë a duhet Alia apo jo. Atë lloj situate, kupton, nuk ishte thjesht titulli apo përgjegjësia, ishte i gjithë procesi. Dhe unë isha pjesë e një skuadre që po ishte me ritëm shumë të shpejtë dhe nuk mund të isha unë personin që e ngandalsonte, sepse zgjedhje ishte, por ishte një periudhë shumë specifike që nuk doja kisha falur vetes të bëhesha unë barë për një ndalesë të diçkaje. Këtë kthimin në punë shumë nëna e kanë të shpejtë, qoftë edhe prej pozicionit, qoftë që mos humbasin punën, qoftë edhe arqeteti që mos humbasin ritmin në të njëjtën kohë. Por psikoterapistët ditëve të sotme po insistojnë shumë që nënat kalojnë kohë me fëmijën, dhe po e ngrejnë zërin në këtë pikë që të paktën 3 vitet e para të jetës nënat t'i japi, do të thënë familja më saktë t'i japi prioritet mëmësisë. Edhe por ka shumë që s'janë dakord për faktin që si doja dalun pastaj të përballoj jetesën, sepse i mblidhen të gjitha gjërat bashkë, domethënë. Por nëse ty do të jepe një mundësi, le të themi që t'ishe komplet e lirë nga çdo gjë. Komplet e lirë nga çdo gjë tjetër, mendoj që unë apo nuk e di nëse kjo është e përgjithshme, asnjë gjë nuk më jep më shumë kënaqësi se koha që kaloj me fëmijët. Nuk ka asnjë gjë. Kur e mendon ndonjëherë po ke bërë ka gjëra në jetë etj, po kjo është diçka që ne na jepet për një kohë të përcaktuar. Pra, nuk do jetë e njëjta gjë gjithmonë. Dhe kjo faza e rritjes edhe e faktit që ata varen kaq shumë nga ty për kaq shumë gjëra, duhet merret si një privilegj. Pra unë e marr si një privilegj faktin që jam kaq e rëndësishme në jetën e dikujt, saç mund të jem në jetën e fëmijëve të mi. Që nuk do jetë gjithmonë ky rasti, sepse një herë që marrin ritmin e tyre të jetës bësh jo më aq i nevojshëm. Dhe nuk është çështja e nevojës, por është tek ajo lidhja, tek ajo marrëdhënie që ti krijon. A të pëlqejnë këta si njerëz, domethënë ti patjetër do t'i dush fëmijët e tu. Në të gjitha rastet, në të gjitha skenaret, nuk ekziston asnjë alternativë kësaj. Po a të pëlqejnë këta njerëz si njerëz, pra pavarësisht se janë fëmijët e tu, a të pëlqen të kalosh kohë me ta. Dhe unë kam dalë në përfundimin që mua më pëlqejnë si individ fëmijët e mi. Domethënë kam qef të bisedoj, më ngjallin interes, nuk është çështje kujdesi, është çështje kënaqësie, është kohë cilësore që kaloj me ta, më shumë se me çdo njeri tjetër në botë. Domethënë nuk mendoj që shoqëria e dikujt tjetër, sado më interesante apo akademik të ketë qenë në jetë, më ngjalli mua të njëjtën kënaqësi që më ngjall një bisedë me djalin apo me vajzën, apo mënyra si ata logjikojnë, apo kur diskutojmë diçka, apo kur më korrigjojnë në disa gjëra, apo kur
kërkojnë një mendim dhe kanë mendimin e tyre, apo kur nuk bjem dhe dakord. Kështu që unë mendoj që është gjëja më e bukur në botë, edhe patjetër që do doja që dita të kishte 60 orë. Nga ana tjetër, pjesë e kësaj marrëdhënie është edhe ajo që ti bën me kohën tënde, që s'është me ta. Dhe pjesë e rritjes është edhe ajo që ata shohin. Dhe mendoj që ajo që të shohin tek prindi, apo tek unë, apo tek jati, është një përqindje shumë e madhe mësimit që marrë në jetë, pavarësisht nga gjërat që u themi. Pra mënyra se si unë sillem me njerëzit e tjerë, u jep atyre mesazhin se si ata sillen me të tjerët. Mënyra se u flas për njerëzit e tjerë, u jep atyre mesazhin se si flitet për njerëzit kur janë të pranishëm. Mënyra se si drejtohemi ne të rriturit njëri tjetrit. Dhe të gjitha këto gjëra janë gjëra që janë të kufizuara në momentin që ti nuk ke një qasje me botën. Pra në momentin që ti e mbyll botën tënde vetëm në marrëdhënie me fëmijët dhe ata nuk të shohin dot në marrëdhënien tënde me botën, atëherë mungon ky komponenti, ky përbërësi për të mësuar apo për të mbajtur bagazh diçka për jetën që do t'i vlej pastaj më pas për jetën e tyre. Kur shtrihesh në darkë dhe fillon dhe mendon në lidhje me ta, çfarë mendon? Ç'a do bëj në jetë? Mendon nuk e di, nuk mendoj se ç'a do bëj për drek ose domethënë gjëra të tilla. Mendoj që ai kanë bërë detyrat, a do kenë një sfidë, do kenë një gjë që nuk do t'i ndihmojnë dot. Ande jam mjaftueshëm, ose olla mirë mjaftueshëm. I mendon të gjitha. Mendoj që gjithë mendojnë, ne mendojmë 1 milion gjëra në sekond. Po kryesorën e kam si do ta, domethënë pavarësisht se ke një lloj sigurie që sido që të ndodhin gjërat janë mjaftueshëm të si më thën kanë gravitet mjaftueshëm sa të ti menaxhojnë situatat. Si do t'i shkoj? Si do shkoj ky muhabet? Si do t'i shkoj në ardhmja? Mirë, po t'i kthehemi disa episodeve kur ata kanë qenë ende të vegjël, kur ti me pagjumsinë tënde, ndoshta me temperaturë mund të ishe një ditë edhe aq pa gjumë dhe aq lehtë ishe sa mund të jepi ca miligram më shumë paracetamol. Si ja bëja në atë moment? Kishte panik? E shije me sy hapur gjithë natën që Po. Ka pasur kështu? Unë biles tani që kam disa shoqë që kanë fëmijët e vegjël fare, edhe i shoh me kaq nostalgji ato kohrat kur bebi është smur dhe ai miligrami i paracetamol të ibuprofenit. Unë ende e bëj, domethënë që rri me fëmijët, rri zgjuar gjithë natën që ti shoh kur me temperaturë, sidomos temperaturat intensive edhe patjetër dhe pastaj harron çai ke dhënë. Kur ja ke dhënë fiks sa ishte ora. Dhe ne jemi përpjekur të korrigjojmë njëri tjetrin gjithmonë, patjetër gjithmonë kështu në alert që jam i sigurt apo s'jam i sigurt, po prit ta kontrolloj se ku ishte. Po. Ai shkruaj në celular? Jo, nuk jam shkruar në celular. Un jam dembele përgjithsisht, mundohem që ti mbaj mend gjërat. Domethënë nuk jam shumë sistematike, po ta shkruaj e harroj ku e shkruaj, kështu që nuk por po. Dhe njerë je pa gjumë, nuk ma mënd si kur ishte era fundit, e ndrove, e kontrollove për tjerë, se gjithë të gjërat tjera. Po, pa tjetër. Keni pasur momente kritike? I pasur. Njerë, kemi qenë biles kemi qenë bashkë në Amerikë, nuk ishim as njëri tjetër, dhe vazhdim rrim temperaturë e menjëhershme 40 gradë. Dhe 40 gradë, të dy fëmijët e mi ndar paracetamolit nuk reagojnë aq mirë sa me ibuprofenin, dhe i duhet shumë kohë që ti ulet. Ndërkohë ne ja masnim, shkoj 41. Dhe isha gati kështu, domethënë të shkojmë në urgjencë, ç'a ti bëjmë? Marrë në telefon linjën që ishte, se doktori patjetër nuk mund të shqetësohet, dhe më thonë atë që shiko, do ta presësh 1 orë, në qoftë se vazhdon edhe 1 orë, kështu tani atë orën e kam fiksuar, e them që në qoftë se vazhdon dhe 1 orë, nuk ka problem, do të jap gjën tjetër. Do jepi gjën tjetër pas 1 ore, po. Dhe përpiqem, sigurisht që përpiqem mos ta bëj, dhe patjetër që ajo pati efektin e vet dhe i ul, po mendoj që ajo ka qenë. Po nuk pati moment të tmerrshme konvulsioni apo. Jo, nuk pati se cilla. A ke qenë fiksuar që bleje shumë gjërë?
lije shumë gjëra për vajzën dhe djalin? Ja. Unë të thuaj se nuk kam lirë asnjë gjë për vajzën dhe I ke pas të falura? Sepse po. Okay. Dhe i kam falur vet. Pastaj i kam kthyer gjithmonë dhe më është dukur një ndër këto gjërat më të padobishme në botë, kjo pjesa e rrobave të fëmijëve. Piles unë kam ca shoqe që moshat e fëmijëve na përkojnë dhe marr dhe jap gjëra ende sot, që fëmijët tanë janë thuajse adoleshent. Kështu që nuk e kemi bërë gjithkohës dhe e bëjmë gjithkohës dhe e bëjmë me kënaqësi më të madhe. Dhe asnjëherë nuk hedh gjëra apo nuk shes gjëra, po gjithmonë i pasoj diku. Po gjithsesi vajza është rritur tani, kështu që ka kërkesa pak më specifike Patjetër. A kushton më shumë një vajzë se sa një djalë se ti i ke të dy? Nuk di ta them. Se është bërë temë kjo. Shiko, unë fëmijët i kam mësuar gjithmonë me jo kërkesa specifike. Pra të duhet një bluzë jeshile, bluza jeshile nuk ka rëndësi çfarë etikete ka. Mjafton që t'jetë e përshtatshme për ty, po kaq, apo një bluzë zezë, apo një palë gjinse, kështu që asnjëri nga fëmijët e mi nuk e ka këtë fiksimin apo dhe një hurin në fund të ditës se ku e ka diferencën njëra apo tjetra. Pra keni shpëtuar nga kjo anë, se s'është që thjesht të shpëtosh nga kjo anë në shoqërinë e sotme. Nga kjo pikpamje mendoj që na ka rënë mirë që nuk kemi kështu situatash, patjetër që nevojat rriten me kalimin e kohës, kalimin e viteve dhe por nuk janë nevoja të pajustifikuara apo të egzageruara në asnjë moment. Djali është 8 vjeç, shpejt bën 9, siç tham në pjesën e preadoleshencës, dhe kanë filluar ndoshta edhe ato sherret me çunat, me shokët. Edhe ju besoj e dini që t'i zgjidhin vetë, më the që e keni gjetur si taktik për t'i zgjidhur vetë gjërat, por kur është ai momenti kur hyn mamë, kur futen mamat në lojë? Ai momenti është kur ka një dëm fizik të dukshëm. Që tek çuva ndodh ka shpesh. Kur vjen me një gjë të çar apo me një plagë të kurriz që ti se kupton se si është bër, apo me një të nxirr apo me të tilla gjëra, dhe fillon një herë me informacion dhe pastaj me shumë ngadal, pas një panik që e kupton. Kur e kupton që ai nuk është i shqetësuar, nuk i mshon dhe shumë, kur e kupton që s'është një gjë me zarar, nuk. Problemi është kur të marrin në telefon ty dhe të thonë që ai ka shkaktuar diçka, si ja bën në këtë rast, Anuela? Shiko, unë mundohem të mos nxitoj në gjykim. Do me thëmë, po që është parim që në fakt duhet përdor për gjithë, pavarësisht moshës. Dhe jap të gjitha të përfitimin e dyshimit, si me thënë, që ti dëgjoj të gjitha variantet e mundshme, patjetër që në momentin kur e kupton që për shkak të shoqërisë apo presionit fëmia është i detyruar, jo i detyruar, po edhe ka reaguar jo në një mënyrë që do ja kishte mësuar ti të reagonte, patjetër që këtu ke një lloj të vjen një lloj dhimbje në lidhje me situatën, edhe me faktin që të duhet përballesh dhe me një situatë të tillë. Por nuk ka ndodhur shpesh kjo telefonata e mamas shqetësuar nga dikush tjetër. A e ndan ti kohën me vajzën dhe djalin, pra një aktivitet me vajzën? Po, përpiqem. Mendoj që shumë e rëndësishme kjo. Unë nuk e bëj sistematikisht, nuk e kam mundësinë që ta organizoj sistematikisht dhe të them për shembull që një ditë në javë apo 2 ditë në javë apo kaq orë, por përpiqem, po. Kur e kuptoj që kemi kaluar shumë kohë gjithë bashkë në rrëmuj, edhe s'kemi pasur kohë të flasim specifikisht për njërin apo për tjetrin, përpiqem ta bëj. Dhe është shumë cilësore për të thënë vërtetën. A keni pasur ju ndim, Anuela, nga të tjerë, njerëz të jashtëm? Po, patjetër, kemi pasur ndim. Apo familjar? Kemi pasur shumë ndim nga mami me vajzën, biles ajo është, ne i themi gjithmonë, është e preferuar e nënës. Sepse shkojnë shumë mirë bashkë të dyja. Ka shkuar që ka qenë e vogël, po përgjithsisht nga e gjithë familja, me thënë drejtën, dhe me thënë nga motrat e mia, nga mama e Bledit, gjithashtu nga halla, dhe me thënë të gjithë kanë qenë të përfshirë, kush më shumë, kush më pak, sipas kohës në dispozicion. Si janë pushimet tuaja përgjithsisht? Neve kemi ca vite që pushimet i bëjmë vetëm të 4. Edhe e filluam një traditë që në 2020 që ishte Covidi,
që nuk ishim ku shkonim, fillojmë të traditën e road tripping, që shkojmë në përvende dhe rrim nga një natë në vende të ndryshme. Dhe na pëlqeu shumë fakt herën e parë që e bëm. Ajo perioda e Covidit që njerëzit nuk shkojnë dot në asnjë vend. Ne I morëm fëmijët dhe kemi shkuar në për këto guest house-et e vogla, në për ca vila diku, kishte një zonë që bënte në Ikiko. Zbulua dhe Shqipërinë më atë rast. Zbuluam Shqipërinë, na pëlqeu shumë, u kënaqëm shumë, edhe përpiqem që çdo vit të bëjmë një gjë të tillë. Kështu që jemi të katërt, fëmijët e mi në periudhë që jemi me pushime kudo që të shkojmë, për sa kohë që udhtojmë, janë individët më të qetë dhe më të mbarë në botë. Nëse mund të kenë konflikte gjithë kohës, kur jemi në udhtim janë bashkëpunues, nuk kanë kohën kur, nuk thon kur u lodha, kështu që mjaft të lumtur po, në pushime. vetëm kam ca fiksime siç I kam unë që duhet jenë qaftë e pastër. Nuk janë tamam fëmijë kampingu. Sa janë çik më shumë kështu, më të kontrolluar në këtë pikë. Po, mendoj që është ndërkimi im ky që, domethënë, lajduar te këto gjërat e tjera, kështu që Anuela ke qarë ndonjëherë në sy të fëmijëve? Nuk më mund të kem qarë njerëz të fëmijëve. Po pse? Dhe nuk e di pse. Unë përgjithsisht nuk jam person shumë nuk I shpreh shumë emocionet ose të paktën këto dobësit. Aq shumë e vërtetë është kjo sa në punë të caktuara ku kam qenë, kolegët nuk e kanë ditur për shumë kohë për shkakun që unë kisha fëmijë. Sepse nuk jam shumë e hapur në përgjithsisht për jetën time çfarë është në shtëpi. Sikundër dhe në shtëpi nuk jam shumë e hapur me çfarë ndodh në punë. Domethënë përpiqem që t'i ndaj të dyja gjërat se funksionoj më mirë ashtu. Pra preferoj më mirë të ri më gjatë në punë dhe të marr çdo gjë që kam për të bërë sesa të marr diçka dhe ta sjell në shtëpi dhe anasjellta. Më mirë marr një ditë pushim dhe të merrem me gjërat e shtëpisë sesa. Kështu që jo, nuk e kam bërë këtë gjë që të qaj nëse të fëmijëve, nuk mendoj që më kanë parë ndonjëherë. Por më kanë parë të mërzitur patjetër, më kanë parë të stresuar, më kanë parë të mërzitur. Po ç'a bëje sepse besoj që ke pas momente të vështira. Ç'a bëje? Shkoje futesh në dhomë dhe po nuk mendoj që I zgjidh. Shihesh nga po nuk I zgjidh duke qarë momentet e mia të vështira. Kështu që e kam, domethënë nuk është se jam fshehur atyre, thjesht unë nuk qaj. Po, jo se nuk qaj përpara fëmijëve vetëm. Po të gjithë kemi momente të vështira, nuk diskutohet. Mendoj që mënyra më e mirë për t'i kaluar momentet e vështira është të që të marrim frym, qetësohemi, edhe pastaj t'i marrim me radhë. Dhe unë mendoj që gjithë këto vite punë, jetë, marrëdhënie, se domethënë tani dhe rritesh dhe I merr më me qetësi gjërat, është që t'i marrë gjërat me radhë. Pra çfarë është tani e rëndësishme dhe në këtë racionalizimin e kam stërvitur veten që ta bëj gjithmonë më mirë këtë çështjen e të mos e mbingarkoj veten me të gjitha së bashku. Pra në situata të vështira, kush është e para gjë që kam mundësi të bëj tani, të merrem vetëm atë. Do ta mbarojmë atë, do kalojmë te tjetrat. Postpartum problem s'ka pasur? S'kam pasur postpartum problem fare, mendoj që kam pasur prepartum. Për shkak të moshës apo? Po të dyja rastet, dhe mosha ka qenë shumë e ndryshme. Të dyja rastet Po, të dyja rastet. Sepse nuk e di, mendoj që do të ndryshoj kaq shumë bota edhe nuk je gati ta kalibrosh veten në marrëdhënie me një fëmijë tjetër. Pullizimi. Një temë e cila preket në vazhdimsi. Në vazhdimsi, sidomos, në çdo moshë, nuk është se ka një, edhe në moshën tonë. Edhe të prindërve tanë. Po, prandaj këtu dalin te pjesa që ka qenë gjithmonë, ka ekzistuar gjithmonë. Por pse është bërë kaq e zhurmshme vitet e fundit? Pse kërkohet të flitet më shumë për këtë temë, për të ngritur zërin, për të ndërgjegjësuar? Ka shumë gjëra që ne në këtë kohë I flasim më shumë ose që na bëjnë më shumë përshtypje. Fiksimi jon me pamjen fizike. Është diçka që ka qenë gjithmonë, po tani flasim më shumë apo investojmë më shumë. Shumë gjëra të tjera. Dhe mendoj që bullizimi edhe shkencërisht ka pasur një boost shumë të madh nga impersonalizimi që është bërë bullizimit nëpërmjet komunikimit online. Kështu që duke qenë se ti nuk e ke
personin tjetër përballë, ke shumë kurajo ti jesh dhe më i keq. Ke më shumë kurajo ta kërcënosh, ke më shumë kurajo ti vësh në dukje defekte apo ta bullizosh praktikisht. Dhe mendoj që kjo është ajo që pse e ka bërë më të zhurmshëm këtë fenomen tani se çka që më përpara. Unë mendoj që jemi të njëjtët njerëz, thjesht çështja është që rrethana të ndryshme na bëjnë të jemi më të mirë apo më të këqij sipas rrethanës. Pra, në momentin që të jepet liria ti je i keq pa pasoja, mbase më shumë njerëz do të jenë të këqij sepse s'ka pasoja. Po ka pas qenë edhe më përpara. Për shembull, ne kemi pasur përballje me shokët tanë. Po kanë qenë fizike, kanë qenë më direkte. Kurse tani ke shumë filtra që shumë mund të të bullizojnë dhe pa e ditur tamam pse kushte. Të tjerët ta shijojnë faktin që dikush tjetër po të bullizon. Qeshin me të. Po ti shikoje në media artikujt që dalin për njerëz të ndryshëm apo interesi që kanë për njerëz të ndryshëm është me një diçka që i kanë vënë në dukje në mënyrë publike. A ke pasur frikë ti në këtë pikë me fëmijët e tu? Shumë kam pasur frikë dhe jam ruajtur. I ke vëzhguar? Por nga ana tjetër kam kuptuar që sado t'i vëzhgoj unë apo ta kem unë situatën në kontroll, në qoftë se ata vet nuk kanë ca mekanizma të mbrojturit ndaj kësaj gjëje në mënyrë të brendshme të tyre, pra sigurinë tek vetja apo bindjen që jo të gjitha gjërat janë njësoj të rëndësishme. Lufta jonë si prindër është pak a shumë e humbur. Pra, domethënë ajo që duhet bëjmë është punë me ta individualisht për së brendshmi, se sa me ta në marrëdhënie me botën. Ata në marrëdhënie me botën nuk do t'i mbrojmë dot. Edhe po të lëvizim nga një shkollë tjetër, çka kemi zgjedhur. Ama ata në marrëdhënie me veten e tyre dhe me siguritë që krijojnë mbi veten e tyre, mbi aftësitë e tyre, mbi defektet e tyre, mbi ndërgjegjësimin që kanë, ajo është e vetmja punë ku mund bëjmë diferencën. Që ti ke jetuar në Amerikë dhe ke njohur dhe një realitet i cili është shumë ndryshe nga ne këtu, edhe shumë kombësi që mblidhen në një vend. Dhe një nga tmerret dhe shqetësimet kryesore të prindërve për të vegjëlit e tyre kanë qenë edhe që mos i vitnin, mos i rrëmbenin, sa ke pasur ti këtë? Si e ke mësuar fëmijës që kujdes, mos u largo prej meje, sepse dikush mund të të marrë. Unë nuk e kam lëshuar. Ne jemi në atë fazë tani aktualisht. Ajo ka që vlerinë e saj edhe lëviz për shembull në për dyqan një moment, edhe unë jam kështu, ku shkoj në sekonde, shkoj ndjek nga mbrapa i ulem edhe i them të lutem, shumë e rëndësishme që ne të jemi bashkë gjithkohës. Gjithkohës sepse dikush mund vite të të marrë. Ja kam thënë se nuk edhe fillon dhe kupton nuk ti do të qëndrosh pa mamën. Jo, nuk dua. Atëherë të lutem qëndro me mua. Si ja ke zgjitur? Se ndoshta kjo mund mos jetë forma e dur që e bëj. Jo, duhet secili ka formën e vet. Po, unë kur me Sibelin ka shumë e vogël në Amerikë, patjetër që nuk e lëshoja kur nga dora, po mbaj mend që ndonjëherë që ishim në një park lojrash apo kishte shumë njerëz dhe nuk e shikoja për 2 sekonda. Alarmohesha. Komplet. Fillohet bërtisja. Ti trisja emrin. Dhe i mësova ca gjëra për shkakun që asnjëherë me asnjëri që s'njeh do bërtasësh sa fort kesh mundësi. I mësova numrin e telefonit përmendësh. Prishe 3 vjeç, 4 vjeç, po. Numrin tim telefonit ajo e dinte përmendësh në Amerikë. S'e kam bërë shumë me djalin tani. Ai po ta pyesësh numrin e telefonit mamit nuk e ka bëri fare. Domethënë ca gjëra që ishte shumë alert atje. Shumë herë më shumë alert sepse nuk kisha në habitatin tim dhe çka nuk dëgjoje në për lajme dhe në për çuditëra. Kështu që kur njerëzit i flisin, njerëzve që ne njihnim, ishim gjithmonë që shiko mos ti flasim më shumë se ç'duhet. Dhe kam pas kështu situata ose kontrolloja emra njerëzish afër se aty ishte ky sistemi i atyre që kishin qenë njerëz të dënuar për një vepër. Po, dhe të dilnin të shfaqeshin, po. E zgjidhim lagjen që të mos kishte kështu offenders edhe, domethënë kishte shumë informacion dhe shumë ankth se sa. Më që në Shqipëri ne përgjithsisht jemi akoma
në atë e kemi fëmijët prioritet pavarësisht janë apo si janë fëmijët tanë. Do të thënë ne kemi dhe me fëmijë që njohin dhe me fëmijë që s'njohim. Këtë njerëzillikun ose këtë kujdesin e kemi shumë më shumë apo atë nivelin e alertit e kemi shumë më shumë të funksional se sa në shoqëritë të tjera. Kjo lidhet me faktin që jemi edhe më invaziv, se duam të di më shumë për njëri tjetrin. Po bashkë me këtë, avantazhi i kësaj është edhe fakti që për shembull nëse ataren aty te lagja do ta shikonte dikush të ecte vetëm, do e njihte, do reagonte direkt. Do të njoftonte, apo e njëjta gjë edhe për mua apo dhe për të tjerët. Kështu që në këtë kuptim mendoj që jemi shumë të relaksuar në këtë shoqërinë tonë shqiptare. Po ndryshojnë gjithsesi. Avash po ndryshojnë, sepse ti nuk i njeh komshinë e tu siç i ke njohur përpara. Po, absolutisht. Domethënë të gjithë jetojmë në vende që s'kemi pasjetuar më. Patjetër, po. Por sërish them që ka një lloj ndjesie komuniteti apo kujdesi për fëmijën e panjohur, por sepse është fëmijë, shumë herë më shumë se sa në ca shoqëri të tjera që janë më shumë indiferent karshi kësaj, domethënë. Absolutisht. Filmi ose seriali Adoleshenca. U bë një zhurmë e madhe për këtë serial. Besoj të shfaqur kudo për një kohë shumë të gjatë. Ndoshta edhe për të parë ato review-t, mendimet, qoftë nga ana e psikoterapistëve njëkohësisht, të cilët të gjithë ngritën zërin që duhet parë në Londër, në Angli u bë me detyrim të shihej ky serial nga familja dhe nga nxënësit njëkohësisht për të ngritur zërin. Personalisht e kam nisur me të qara si serinë e parë, më thënë nuk kisha ndodhur ndonjëherë që të nisja një serial dhe vetëm të qaja serinë e parë. Si ka qenë për ty? Si ka ardhur mesazhi i këtij seriali tek ti? Unë e kam ndjekur shumë këtë çështjen e adoleshentëve që vriteshin me thika, sepse ka shumë vite që ndodh. Po. Nga kontakti që kemi pasur ne me Bashkinë e Londrës për shkak të punës. Ku çështja kryesore për problemin e tyre kryesor ishte ky. Tani, i njëjti problem në formate të ndryshme e kanë shumë qytete, këto baby gangs, pra adoleshentë që bëhen bashkë edhe të vjedhin këpucët, apo të nxjerrin thikën, apo theren me njëri tjetrin, apo punësojnë nga të tjerë për të grabitur, apo bëjnë luftra mes tyre, dhe po flasim për fëmijë, nuk po flasim as për adoleshentë, tamam, po flasim tamam për fëmijë. Dhe për mua ka qenë shumë e pa kuptueshme dhe tronditse, domethënë ka pasur dhe video që kanë dalë se si realisht ka ndodhur ajo që është në film, që është e bazuar me diçka që me vërtet. Disa herë, pra ai mund të ketë marrë një histori specifike, por ajo gjë ka ndodhur thuajse çdo ditë në një periudhë caktuar. Kështu që kjo, si më thën, e keqja tek ca njerëz të cilët ende nuk kanë arritur për të kuptuar të keqen dhe të mirën, është diçka që na e lëndon të gjithë shoqërinë pavarësisht moshës. Pra, je prind, ti kupton që po jeton në një kontekst ku po e keqja po lind shumë shpejt dhe po zëstre në një hapësirë ku s'duhet të ekzistonte fare, apo nuk duhet ishte identifikuar si e keqja apo e mirë. Për mua nuk ka qenë e re si temë, por më vjen mirë që është sjell më masivisht. Pra, dhe nëpërmjet ka një gjë në këtë pikë, në këtë serial, në mesazhin që i jep drejt për drejt mesazhin prindit në këtë rast, sepse prindi mendon që është aty, por nuk është fare aty. Nuk është aty, dhe është e vërtet. Domethënë ajo gjëja që ti ishe, unë e krahasoj edhe me të dy fëmijët e mi. Nëse isha i qetë që vajza ime rrinte te dhoma vet dhe loste me lodrat e veta, çfarë tjetër mund të loste? Ndërkohë që në momentin që djali im los me Nintendo dhe ka akses që të flasi, duhet ta kontrolloj gjithkohës me kë është duke luajtur, me kë është duke folur. Kështu që dhe nuk e di, dhe në momentin që unë si shikoj, nuk e di në fakt se çfarë ndodh, apo se si shahet, apo se kush tjetër i ndërhyn, apo se si e qas, apo se si e tërheq, apo se çfarë informacioni i jep. Gjitha këto gjëra ti me të vërtet sa do jaftë ti jesh, nuk i kupton dot 100%, nuk je në kontroll dot 100%. Por nga tjetër, mendoj që gjithashtu ka një lloj padrejtësie që bëhet në këtë diskutimin e prezencës së prindërve, sepse dhe që të jenë 100% informuar apo të jenë kaq të sigurt me çfarë ndodh, nuk do të jenë ndonjëherë kurrë.
Ajo që ne të gjithë duhet të impenjohemi është të vendosim disa parametra regulator në marrëdhënie me këto teknologji dhe si ato i qasë fëmijëve tanë. Pra mua më duket shumë e ngjashme me, nuk e di, me rripin e sigurimit. Pra është diçka masive. Nuk mund të bëhet tani që unë të sigurojmë gjithkohës që kur fëmia ime po makinë, duhet që unë të kem blerë një makinë që ka rrip. Jo, rripi duhet të jetë diçka default, pra duhet të jetë diçka që ne duhet ta vëmë të gjithë. Faktin që fëmijët nuk duhet kenë akses në telefonat celular derisa të jenë të paktën 15-16 vjeç, kjo duhet të jetë universale, duhet të jetë si cigaria, është më e dëmshme se sa nikotina apo se alkooli. Dhe nëse për ato ne kemi mekanizma kontrollues në tërësi, se patjetër nuk janë në total, e njëjta që duhet ndodhi edhe me teknologjinë. Dhe kjo është ajo ku prindi duhet bëhet aktiv, sepse që ti të mendosh që një prind i mirë nuk e eviton një situatë si ajo e filmit apo si ato që po ndodhin, kjo nuk më duket e drejtë. Pra nuk është një prind i mirë ai që eviton situatën, një prind i mirë është ai që merret me të gjithë kontekstin. Me fëmijët e pe filmin apo jo? Po, e pash me të dy, me Giasin patjetër ca gjëra jashtë shkëputa, por që të kuptonte mesazhin që për çfarë po bëhet fjalë. Me vajzën patjetër që s'ka nevojë ta shkëputja, por djalin shkëputa në disa momente. Sepse ishte shumë e kuptueshme nga ta. Dhe mendoj që pikërisht kjo tema e djemve është edhe më e komplikuar në kontekstin e sotshëm dhe në pritshmëritë që kemi për ta dhe në mënyrën se si e gjithë shoqëria po ndryshon qasjen ndaj tyre dhe në faktin ne statistikat na e thonë se si djemt janë shumë më pak të më pak të përgatitur për jetën se sa vajzat në kontekstin e sotshëm dhe se si të gjitha ato element i janë kthyer në bumerang. Pra gjithë kjo përkëdhelia që kemi pasur ndaj djemve për dekada, tani është i është kthyer mbrapsht në dizavantazh, në faktin që nuk performojnë mirë në shkollë, në faktin që nuk performojnë mirë në shoqëri, në këtë rendin e ri shoqëror ku u kërkohen ca gjëra absolutisht surrealiste dhe u krijohet një figurë mashkullore apo femërore që nuk përputhet me atë që ata shohin dhe prekin çdo ditë. Dhe mendoj që për djemt situata tani është shumë e vështirë për shkak të medjave sociale se sa për vajzat. Vajzat janë më të mbrojtura. Mbase nuk është më e vështirë, po ata kanë më pak mekanizma për t'i bërë ballë se sa vajzat. E ardhmja e tyre në shkollim, në Shqipëri apo jashtë? Kudo që duan, vetëm ta vendosin se çfarë duan. Se ja fiksa këtë fazën tani që për ty do ishte e vështirë pa diskutim shkëputja. Shika, unë kam ikur 16 vjeç nga shtëpia. Dhe pra shembull do të shkrej tjetër në këtë rast. Po, situata është komplet tjetër, atyre nuk u duhet të ikin nga shtëpia, mua mu desh të ikin nga shtëpia. Kur kam bërë gjimnazi nuk e qenë 97-ta, kështu që patjetër që çfarë mund të ofronte Shqipëria në atë kohë. Nga pikpamja akademike, nga pikpamja e shanceve në jetë, nga pikpamja e kërkesës ndaj vetes dhe gjithë të gjërave tjera. Unë kam ikur nga Shqipëria me të vetmen mundësi që ekzistonte atëherë të ikë nga Shqipëria. Një bursë ka qenë dhe unë atë mora për të ikur nga Shqipëria në 99-ën. Por e rëndësishme është që të dinë se çfarë të bëjmë. Për mendimin tim, shkolla dhe për më tepër universiteti ka një koncept komplet tjetër të rëndësisë në tregun e sotshëm të punës se çka pasur më përpara. Me thënë, sot njerëzit duhet të kenë shumë aftësi nga shumë fusha. E kuptojnë punën tënde? Po, e kuptojnë dhe ndonjëherë më vjen e keq sepse bëhen pjesë e punës pa dashuron. Do me thënë, sado që unë t'i mbroj për shembull që të mos diskutoj gjëra në sy të tyre apo të mos sjell probleme në shtëpi, ndonjëherë e shoh që lëndohen nga gjëra që mund të dëgjojnë në klasë apo që dëgjojnë jashtë apo nga njerëz të tjerë. Jo lëndohen, por shqetësohen që pse po flitet për mamin tim. Edhe për këtë më vjen keq, po është pjesë e kostos të gjithë atyre njerëzve që bëjnë një punë specifike që i del jashtë zyre. Nuk është thjesht zyra ajo që është. Po nga ana tjetër janë edhe një feedback shumë i mirë shpesh. Për shembull, vajza ime në një bisedë që kam pasur në lidhje me të drejtat e grave, një nga këto banaqet,
shkruante mesazhe shumë jo vetëm mbështetëse, po domethënë dhe shumë gjykuse në lidhje me argumentin, ishte shumë herë më progresive ose më liberale në atë qasjen që ishte biseda se sa mund të isha dhe unë. Se është e drejtë e tyre për të vendosur, domethënë, dhe kjo pjesë më pëlqen. Domethënë kur ata e shijojnë ose bëhen pjesë e mendimit, kjo më pëlqen. Kur pastaj bëhen në një farë mënyrë viktima të një vëmendje të shtuar dhe të gjërave që janë impenjative apo janë me pikpyetje, s'është tamam me mirë apo e keqe kjo gjëja që je shumë në vëmendje. Pastaj aty të vjen pa keq, sepse në fundit nuk e zgjodhen ata vëmendjen. Je një mamje e lumtur? Po, jam shumë mamje e lumtur, jam shumë mirënjohëse. Më shumë se sa e lumtur, se lumturia është diçka po jam shumë mirënjohëse dhe mendoj që kjo mirënjohja që ke në zemër të bën gjithmonë dhe më të lumtur. Dhe nuk më duket e drejtë që të kërkoj më shumë në kuptimin e kënaqësisë që kam nga marrëdhënia ime me fëmijët. Jo për t'ia vënë atyre peshën nga kënaqësia që ata më japin, po për atë që ne domethënë të dyja palët japim dhe marrim me njëri tjetrin. Dhe thash, koha më cilësore që unë kaloj në të gjithë periudhën 24 orëshe, 7 ditë të javës, etj, dhe parësisht gjithë njerëzve që kam kontakt, koha më cilësore dhe që më bushe, më frymëzon më shumë edhe më ushqen më shumë, është pikërisht koha që kaloj me ata. Sikur edhe në shtëpi jemi vetëm asnjë gjë tjetër mos bëjmë, vetëm të jemi bashkë, ajo energjia që marr nga ata është gjëja më e çmuar në botë. Kështu që për këtë jam mirënjohëse. Faleminderit që ishe në mam. Faleminderit.